e di, radhën e parë isha duke rregulluar atë shtëpi, mbajti 10 milion që rregullova, i bëra gjithë ato për vitri, hyra brenda. Tani nuk e di. Duket sikur nuk do të ndalet. Më e keqja nuk ka ardhur. Ujërat e lumit Gjanica kanë përparuar me shpejtësi duke përmbytur 10 banesa në lagjen 1 Maj dhe liria të qytetit të Fierit. Vërshimet kanë nisur në orën 5 të mëngjesit të së premtes. Banorët janë duke pritur më të keqen, ndërkohë që janë duke marrë masa për të larguar orenditë dhe sendet shtëpiake nga banesat e tyre. Duket se situata këtë herë nuk mbaron me kaq. Ndryshe nga përmbytjet e muajit kaluar, këtë herë situata është më e rëndë. Ujërat e lumit kanë shkuar deri në 2 metra thellësi në disa zona. Herët vi kryetari, kush është kryetari bashkisë, vita shikoj gjendjen, se jo një herë, po me mira herë jemi mbytur. Mbushur budrumet plotë për plotë. Gjithçka i ka marrë ata që janë në katin e parë, janë mbytur komplet. Nuk u ka ngelur asnjë gjë me televizor, me... është përmbytur komplet. Janë prishur komplet me pajisjet, sobë, frigorifer, gjitha elektroshtëpiake. Niveli rreshjeve në Mallakastër dhe Fier në 24 orët e fundit ka kapur vlerën e 54 mm, por dalja e Gjanicës i dedikohet rreshjeve për gjatë 2 javëve të para të muajit janar. Nga bordi i kullimit thuhet gjatë kësaj periudhe në Fier ka rënë më shumë se 60 mm shi.